Edicioni 25 me radhi Prishtina Fashion Nights ka bu bashkë shumë dizenjator të njohur. Lodin Karajgja në vazhdim do flet sa i përket këtij organizime, mbarvajtjen e saj, po kemi intervistu edhe të tjerë që detaj do i zbulojnë tani. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Prishtina Fashion Nights erdhi me edicionin e 25. Ky event mlodhi personazhe nga arti, bota dhe showbizi. Janë paraqitur koleksione të reja të disa prej brendeve më të njohura. E pra se cila më e bukur se tjetra. Organizatori Lodin Karajgja flet për këtë sukses. Faleminderit ka shumë publik që e kemi pas mrena Prishtina Fashion Night-it. Për herave tjera po mdoket dojna me bën stadion e jo mrena, se shumë ka pas jashtë, kritika më e madhe e krejt sfilatës ka qenë që nuk ka pas vende edhe që i kina bu gati 600 karrika. 2-3 muj nga merë kohë për mu përgatit, ku bë model dhe i bë event se kanë organizu sfilatën e 25 me radhë, edhe për shpesoj që një konë të nashët me dizajnera të cilët i kemi pas, me dizajnera të shkollave, të studentave, për shpesoj që gjithë shka i falemderoj edhe musafir të cilë kanë ardhë dhe pijartit, edhe dizajnerin të cilë i ka ardhë Vanessa nga Turqia, përveç dizajnerave të Kosovës që i kemi non-stop. Kemi pas musafir nga Turqia që ka ardhë dhe nga Ella Exclusive Hotel për me pa vetëm sfilatën e modës. Nuk munguan as bukuroshe që ishin pjesë e këtij eventi, të cilat dhanë mendimet e tyre duke shpreh emocione para paraqitjes në skenë. E një prej tyre është edhe Rushe Zyba. Rushja u zhduk se është marrë me punë, për ndryshe Rushja të punu me patunshmëri. Normal edhe kohën e lirë hobin me modelizëm, me sfilata, me pasarela, si gjithmonë edhe me mes. Po, prap jam rikëthy, prap këtu më keni, edhe gjithë keni më pas. Ajo ka zbuluar se ka pas oferta për të qenë pjesë e Big Brother VIP Albania. Pa tjetër që kum pas oferta, po kum pas angazhimet e mia, edhe nuk kum mujt me akceptu si ftesë, se kum pas shumë angazhime tjera edhe prandaj nuk kum mujt me shku. Po, nuk i dihet, ta shohim këtë vit. E përdukjen e këtyre modeleve që po i shihni është përkujdesur Valentina, e cila për kamerën e Nzumi tha disa fjalë. Kemi kalu mirë, kam një staf shumë të mrekullueshëm edhe ja dolëm se ishim kogja veta, ishim mbi 18 modele, po falë stafit dhe punës që e bën me shumë përkushtim, ja kemi dalë shumë bukur. Normal që stafi ka një rëndësi shumë të madhe, pas staf unë nuk muj me bëjt gjithë këtë punë që e bëjmë. Ka shumë vite që punoj me një staf kogja të madhe dhe jam shumë e kënaqshme me ta. Por cilat janë veçantitë e Valentinës si një make-up artiste tash e një dekadë. Shiku gjithë fillimin edhe ku jam tash, jam shumë krenare, kam arrit shumë sa kam dasht, ato që kam dasht, po pres të arri hala ma shumë. Normal është pak sfiduse, po falë punës që e bajnë me shumë përkushtim dhe i përkushtojmë shumë rëndësi detajave, është e mrekullueshme. Unë jam e kënaqshme, po edhe klientët, çdo klient dahet shumë i kënaqur me punën tonë. Ai më tutje thot se rëndësi të veçantë i kushton edhe dukjes live, duke potencuar faktin që nuk dëshiron të përfshihet në pamje jo reale.
nuk bazohem edhe shumë foto. Unë çdo kliente time i tham që mos u bazon foto, po hajde edhe shife punën live. Normal është krejt diçka tjetër në foto, krejt diçka kur je aty në ngjarjet punës. Si vjet ma shumë është grimi natyral, jemi të ik asaj shumë kompleksume, jemi të kthye natyralja. Edhe çdo klient po është shumë ma i kënaqur me këto. Për të gjithë ata që duan këtë punë të pastër dhe profesionale, ku mund ta gjejnë Valentinën? Valentina Hair Makeup gjendet në Rrugovë të Hasit, në komuna e Gjakovës. Normal të ne rezervohen shumë herë terminet se kemi bën një dekadë dhe kemi klientet e tona që nuk na ndrojnë me vite, edhe secila e ngren njëra tjetrën, edhe terminet bëhen një kohë shumë të gjatë më përpara. Matrons Fashion Group ishte në këtë organizim kaq unik ku janë paraqitur me fustane të bukura. Jemi të lumtur që përfundoj, sepse vërtet me arrit një koleksion si një event si Prishtina Fashion Night nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë. Kemi marrë pjesë me fustana solem, nusërie dhe vello. Ne përfaqësojmë Matrons Fashion Group, është gjendet në Ferizaj, është një brand që ka me mia lloje të modeleve, me shumë ngjyra, shumë vello, fustana solem, mbrëmjesh, maturësh, kostume meshkuj, gjithçka që i përket një note glamuroze për qenë më të bukur që është kamera. E personi që e shijoi për herë të parë Kosovën ishte Saj Dimli, i cili vjen si përfaqësuesi Ela Excellence Resort që gjendet në Belek. Përshëndetje, si jeni? Hello, my name is Çare. I'm coming from Antalya and I'm representing Ela Excellence Resort Belek. I just came here for Pristina Fashion Night and it's unbelievable. Like Pristina, it's a fashion state. And also it's like in our hotel. Our hotel is a fashion hotel in Belek region in Antalya. And also we have a fashion kids world. So you are always welcome to our hotel.